Mbrëmjen e së martës në Qaçanek ndodhi një tjetër vrasje që e tronditi Kosovën, ku i vrarë mbeti rreshteri Muhamet Lika, i cili ishte edhe pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Thuhet se rasti ndodhi rreth orës 23, ku viktima ishte duke hyrë në ndërtesën se ku banonte në momentin kur ndodhi sulmi me armë zjarri, ku si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat me armë zjarri, rreshteri Lika ka ndëruar jetë. Lajmin e ka konfirmuar dhe zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Kanon Veseli, i cili tha se viktima ishte një pjesëtar i policisë së Kosovës dhe se në vendin e ngjarjes përveç njësive policore ka ndalur edhe ekipi e emergjencës së Qaçanikut, të cilët e kanë transportuar Likën në qendrën e mjekësisë në Qaçanek. E si pasojë e plagëve të marra, Lika ka ndëruar jetë, që është konstatuar nga mjekët në qendër. Thuhet se është njoftuar prokurori i shtetit dhe inspektoriati i policisë së Kosovës, ndërsa hetuesit dhe krim teknikët rajonal kanë dalur në vendin e ngjarjes për të kryer ekzaminimet e nevojshme, ndërsa nuk dihen akoma shkaqet se si ka ndodhur puna deri tek kjo ngjarje e tmerrshme. Gjithashtu ende nuk ka informacione në lidhje me të dyshuarit apo me motivet e të këtij rasti, dhe se i dyshuari për vrasjen e rreshterit gjendet akoma në arrati. E në lidhje me këtë vrasje reagoi edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufsa, duke u shprehur i pikëlluar për ngjarjen në fjalë. Konjufsa bëri thirrje për hejtime sa më të plota, sa më të shpejta, që është e mundur që autori apo autorët e këtij krimi të vendosen përballë drejtësisë. Ai gjithashtu i shprehi ngushëllime edhe familjarëve të Muhamedit. Gjithashtu ka reaguar edhe zëvendësministri i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Jeton Raka, duke thënë se Qaçaniku humbi një zyrtar policor, një ish luftëtar të UÇK-s, që la pas një kontribut të jashtëzakonshëm për vendin, dhe uron që organet e rendit të zbardhin këtë rast sa më parë dhe kriminalët të përgjigjen para drejtësisë. E për këtë ngjarje të trisht kanë reaguar edhe prej sindikatës së policisë së Kosovës, duke dënuar këtë atentat dhe duke thënë se çdo sulm ndaj një zyrtari policor është sulm ndaj Republikës së Kosovës. Nga sindikata kërkuan nga aktorët shtetëror dhe institucionet e drejtësisë veprime të menjëhershme për zbardhjen e këtij akti kriminal, si dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve. Është shqetësuese fakti se akoma pa u bërë 2 javë u shënua edhe vrasja e 5 në vendin tonë. Më 23 mars në Vushtrrim mbeti vrarë 19 vjeçari Ardit Zymeri. Një ditë më vonë, pra me 24 mars, përsëri në Vushtrrim pati vrasje të 2 fisht, ku mbeti e vrarë një Xhmie Haradini, ku dyshohet se u vra nga Arsim Orina, i cili më pas kreu vetvrasje. Me 25 mars, Prishtina u trondit nga vrasja e radhës, ku i vrarë mbeti 62 vjeçari Naser Gashi, dhe tash me 1 prill mbeti i vrarë rreshteri Muhamet Lika.